Mos ha, Luiz, Eli shpërthen ndaj Anait Kalotit pas sulmeve të vazhdueshme ndaj Kiarës dhe tij. Hapja e Big Brother Fan Club me moderatore Kiara Titon u shndërua menjëherë në një moment tensioni dhe debati publik. Një monolog i fuqishëm nga Luiz Eli, fituesi Big Brother VIP 2, mjaftoi për të nxjerrë sërish në pa një konflikt të vjetër. Por kur të shuar, janë munduar të më lënë në hije, por hija nuk e mbulon kur dritën. Ajo është dritë dielli, deklaroi Luizi në një mbrojtje të hapur dhe krenare ndaj Kiarës. Një fjali që shumëkush e pasi mesazh për ata që prej kohësh tentojnë të minimizojnë figurën dhe suksesin e saj. Por reagimi nuk vonoi. Anait Kaloti, ish fituesi Big Brother 6, doli publikisht kundër Luizit, duke kritikuar ashpër dhe duke tentuar ta relativizojë mesazhin e tij. Ai deklaroi se lufta me produksionin ka mbaruar dhe se dramatizimi nuk shet më, duke e paraqitur veten si zë racional. Megjithatë, për publikun kjo nuk ishte thjesht një kritikë e rastësishme. Prej kohësh, Anaidi është parë si një nga figurat që sulmon vazhdimisht Kiarën dhe Luiz Elin, duke nënvlerësuar suksesin e tyre, ndikimin e tyre dhe lidhjen që kanë krijuar me publikun. Çdo dalje e çiftit, çdo sukses i tyre shoqërohet me një reagim, thumb apo koment nga ana e tij. Një sjellje që shumë e lexojnë qartë si xhelozi e pastë ndaj fenomenit që Luizi dhe Kiara përfaqësojnë sot. Deklarata e Anaidit: "Ne burrat gjithmonë prishim punë. Kur gjoja zotohemi të mbrojmë gratë." U pa nga ndjekësit jo si mbrojtje e Kiarës, por si një përpjekje për të ulur figurën e Luizit dhe për ta zhveshur mbështetjen e tij nga çdo vlerë morale. Por Luizi nuk heshti. Pak orë më vonë, ai publikoi një story të fortë, pa përmendur emra, por me një mesazh që nuk linte vend për keqkuptime. Dikush ti thot dikujt mos ha, se përballë do thuash më fal prap. Një paralajmërim i qartë, një vije kuqe e vendosur publikisht. Për shumë djegës, kjo përplasje nuk është as pak spontane. Ajo shihet si kulmi i një sulmi të vazhdueshëm, ku Anait Kaloti, i paaftë të pranojë ndikimin dhe dashurinë që publiku ka për çiftin Luiz Kiara, zgjedh të reagojë përmes ironisë dhe nënvlerësimit, ndërsa Luizi dhe Kiara vazhdojnë të jenë ndër figurat më të ndjekura dhe më të dashura në ekran. Duket se jo të gjithë e përballojnë dot këtë realitet. Përplasja sapo ka nisur, dhe tani pyetja është: a do të vazhdojë Anaidi me sulmet, apo do të tërhiqet përballë reagimit të drejtpërdrejtë të Luiz Elit? Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe doni të ndiqni edhe lajme të tjera ekskluzive nga Showbizi shqiptar, mos harroni të bëni subscribe, të lini një pëlqim dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve. Na tregoni në komente çfarë mendoni ju për këtë histori. Videoja tjetër po vjen shumë shpejt, qëndroni me ne.